për çka mu informuatet. Katrinu, në fillim të kësaj intervistë realisht u mundova ta përafroj sa do pak disa profesionet tuaj që realisht i ofrohen profilit tënd, por ka dhe shumë të tilla. Realisht kur e mendojmë Kaltrina gazetare, Kaltrina prezantuese, Kaltrina profesoresh universitare, Kaltrina udhëhecëse në shumë projekte, po ashtu në udhëhecëse në një organizatë jo qeveritare, e shumë angazhime të tjera. Cilat mund të kenë qenë sfidat e Kaltrinës dhe cila mund të kenë qenë këmbgulja e saj për të arritur deri këtu kursat? Unë jam shumë insistuse, po provoj me mësu shumë prej secilit, përvojë secilit, edhe kur nuk di diçka, them që nuk e di dhe kërkoj ndihmën prej më të mirëve. Konsideroj që në jetë është shumë e rëndësishme me ata me cilët krijon rjetizim. Kjo nuk kupton edhe ata me cilët krijon shoqëri, me ata cilët e kalon përditshmërinë, sepse edhe aty do të thotë gjithmonë merr informata përvojë, edhe është shumë e rëndësishme për me ecë tutje kur ki rrethin i cili pashtu ka objektivat e njëjta, edhe janë ambiciozë edhe praktikisht kanë të njëjtin diskurs të diskutimit. Unë gjithmonë kam qenë insistuese këto sepse interesimi jam ka qenë për me mësu gjithmonë shumë e më shumë. Natyrisht që ka sfida, janë të panumërta, po megjithatë nuk mundesh me arrit një sukses nëse rruga është krejt e shkurt, ajo është e një orë. Dhe kjo varet mandej shumë prej pritjeve. Unë nëse cilën punë që kom fillu, do thot e kam ditë që rruga kam e qenë shumë e gjatë, edhe kur kom has në vështërsi, nuk është që jom dorëzu, përkundrazi ka qenë e pritshme ajo, edhe kam vazhdu me insistim me i kry këto punë. A jom zhgënjën do njëherë ose a komendu në herë me lonë? Jo, dorën zemër, jo. Unë jom prej personave që edhe momentet jo të mira edhe problematikat i kthejnë në favor tëmin, edhe kështu që zakonisht mundona me gjetë diçka tjetër, do të thotë nëse nuk muj me investu në këtë profesion, investoj ma shumë këtë profesion, sepse koha e përkra ma shumë, do të thotë njoni profesion, kështu që mundona në këtë mënyrë me i peshu, deri tash kanë qenë kështu sukses shumë të shohim. A t'ja mbyll shumë dyrë për gjatë rrugtimit tënd? Po, vazhdimisht. A e mban mend një derë që të është mbyllë dhe sot e kësaj dite ndoshta ka shërby si lloj mësimi jetësor? Në fakt mbaj mend një fenomen, në fakt që nuk është i kënaqshëm, po megjithatë mua nuk ka bërë me ndryshu qëndrim. Vështirësitë më të mëdha e kam pas prej grave ose prej femrave. Do thotë sfidat më të mëdha ose bllokadat më të mëdha në jetë, në profesion, i kam pas prej gjinisë teme, prej llojit tonë. Edhe ka qenë e dhimbshme për shkak se rrugën kur e trason për veti ti mundohesh gjithmonë me marrë edhe me qenë edhe shembull, po edhe me pas sa më shumë vajza tjera me cilat mundesh me ndërtu diçka edhe me ndryshu diçka natyrisht edhe në konceptin social. Edhe kur sheh që ka të tilla gra të cilat vazhdimisht luftojnë që vajzat e reja me pas sukses, për mua ka qenë e dhimbshme, jo për mua personalisht, sepse nuk ka qenë suksesshëm me të blloku, po ka qenë e dhimbshme si mendsi, sepse si shoqëri mandej gjitha penalizohemi. Kështu që unë zakonisht këto nuk e kam projektu, po thjesht e kam shfrytzuar që unë me qenë shumë ma përkrose për krejt me cilët zakonisht punoj, kështu që edhe në ekipet ku unë e kam qika të reja, po edhe studentet, gjithmonë ka qenë një doze përkrojes pak ma e madhe, ka qenë një diskriminim pozitiv ndaj tyre, sepse e kam ditë sa të vështirë e kanë rrugën.